Pra dhe publiku në të njëjtin mendim si shumica edhe ne, edhe unë e thash domethënë që po që ka një si shkëndit të vockël fare, po Brikena është nuk e di, unë nuk mendoj që ka shkëndi fare tek ata të dy, sidomos te darka që patën me njëri tjetrin. Brikena me zor po priste të mbaronte ajo darkë, kështu që shumë barrier i ka vendosur ti djali. Unë mendoj që Mateo thjesht ka interheqje fizike, pavarësisht se njerëzit mendojnë që ka. Zemra po e shtyn produksioni, si e thetja të shprehën, po përpiqet të nxjerrë pleshtin nga që më fal. Ej, po shkëndijat mes tyre ndoshta nuk ka, po është dhe një çift tjetër që më duket i kanë ikë shkëndijat. Janë banor, por është Ledioni dhe Sara. A janë ndar valla apo jo? Kjo është një nga dilemat më të mëdha. Të njerëzimit. Kemi trekëndçin e Bermudës. Kush i ndërtoi piramidat dhe ha është ndarë Ledioni me Sara. Le të bëhemi pak serioz, ne kemi nxjerr pak a shumë shprehje që Ledioni ka thënë këtë edicion dhe edicionin e kaluar. Po pse kemi bërë këtë gjë, sepse duket një pas here sikur janë kunja drejtuar ish partnerës ose partnerës në të pikë se pra janë shprehje dashurie. Është një krahasim, pra shprehjet e këtij viti janë pak a shumë si një zhgënjim nga ana e Ledionit, ndërkohë këtë vitin e kaluar ishin pak a shumë poetike. Shpreha e fundit që Ledioni përdori ishte: nëse e dashuron detin, nuk ke pse domosdoshmërisht të mbytesh në të. Ktheje kokën dhe shiko bregun. Dhe jo, nuk po flisja për detin. Kjo më trot se kjo nuk ka. Pra, nuk po flisje për detin, po flisje për Sarën, nuk u mbytet e Sara dhe ktheve kokën nga bregu. Kush është e bregu që po të pret Ledion? Nuk e di, unë si isha e shëllesha. Ndërkohë një shprehje vjetshme për shembull është janë të njëjtit njerëz që po duartrokasin suksesin tuaj, që do duartrokisnin edhe dështimin tuaj. Pra vjet ishte një trajnues motivues. Ndërkohë dashuria këtë vit si duket e ka lënduar Ledion. Se ka dhe shprehje të tjera, si për shembull armiku ta fut, yti ta fut, dhe ai që nuk ta ka futur ende thjesht nuk di si. S'ka gjet pikën e dobët, e pra janë zhgënjur. Pyetja është, a ja kanë futur Ledionit në këtë moment? Është vënë edhe mungesa e unazës në dorën e tij dhe e zëvendësimit me një unaz tjetër që lexon det, që në shi përthet baba. Edhe për ditëlindjen e Sarës nuk bëri për herë të parë një urim publik, sepse edhe Sara gjithmonë postonte pasi përfundonte Bigu, po pas pranit postonte foto. Asnjë foto nga të dy. Ndërkohë një shprehje tjetër është: arsyeja e vetme pse sot dini t'i jepni biçikletës është sepse dikush tek i cili kishit besim hoqi dorën. E di si e marrun këtë? Që ti ke nevojë të shkosh përpara edhe nëse dikush heq dorën nga ty. Pra ndoshta ti duhet është shkruar që do ndodhi që ti mos jesh me këtë person që jo, interpretimi im i kësaj shprehje është që duhet të jesh falënderues për dikë që të mësoj. Pra, ti po ecën përpara sepse dikush ishte aty që po të mbështeste dhe po të mësonte. Pra, supozimisht, Ledioni ka mësuar Sarën si t'i japi vetë biçikletës dhe tani ti po ecën vetëm sepse unë hoqa dorë. Shumë interesant ky këndvështrimi yt Kostian, por që ne këtu jemi për të thënë që ndoshta edhe janë bashk, ndoshta edhe janë ndar, ndoshta edhe po e bëjnë këtë gjë thjesht për të përfolur nga njerëzit. Ne nuk e vëmë dorën zjarr, nuk e dim si është e vërteta. Thjesht ne pam këto shprehjet dhe thamë këtë vit duket sikur janë për dashurinë, vjet kanë qenë më të përgjithshme. E ka vënë re dhe publiku, pra her pas here dhe komentet janë, ore pse duket Ledioni si i lënduar. Po, e vërtet. Edhe çfarë poston në Instagram, domethënë ka një çik dhe ato, se për shembull ka postuar një foto, ishte një foto kështu, e kupton? Dhe kjo doli direkt, domethënë pas këtyre lajmeve, pra është një çik ushqyer. Po, e di çfarë thoshte nëna ime sa herë shikoj se është dobësuar, unë e shpreh. Edhe vërtet, edhe kjo është dobësuar shumë. Edhe ka ndryshuar shumë. E di të gjithë kush dobësohen. Ky është ky glow up-i që merr pas ndarjes mbase. Mëse ne nuk e dim tani faktike kështu që. Glow up pas ndarjes ai mund të ketë pasur, por e di kush pritet që të ketë një glow up së shpejti? Kush? Arbana Osmani në drejtimin e fermës VIP, a e besoni apo jo? Kam shumë për të thënë për këtë dhe nuk do ta që përçarkullon së fundmi. Dhe unë do e quajë glow down. Po unë nuk e besoja deri në momentin që një burim dhe një zog na tha që po është e konfirmuar Arbana do jetë në krye të Big Brother. I wish do doja po do jetë në krye të fermës VIP. E di pse unë e quaj këtë glow down, thonë se ndoshta është një paraqykim im shumë i shpejtë duke marrë parasysh edicionet e më përparshme që ishte kualiteti pak i fermës, ishte çik me të linde pak për të dëshiruar. Thuhet që Arbana ka marrë autorsinë gjithashtu. Në rast se Arbana vërtet ka marrë edhe autorsinë e programit, patjetër që do pritet një spektakël. Po unë mendoj që çdo gjë ka një cikël në jetë.
Dhe e mbyllim me Big Brotherin, e mbyllim me Top Channelin, kalojnë në ishte YouTube. shumë mirë në YouTube, është non top me mbrëma hyjet. Domethënë jo çdo gjë që të ofrohet duhet edhe pranuar. Prit pak se në YouTube, për lekë, në YouTube ju mund të thoni që është shumë mirë, ishte vjet shumë mirë. Këtë vit kam përshtypjen dhe sikur ka rënë pak, pra edhe nga të ftuari. Ka pas Fero, Bledi Fevzi. I ka pasur në fillim, po tashmë është duke xhiruar aq shumë sa që fillon bie dhe interesi i njerëzve. Unë jam kurioz të shoh si do jetë. Televizioni gjithsesi, Arbana dhe televizioni nuk bëjnë dot pa njëri tjetrin. E vërtet, mezi po presim ta shohim nëse lajmi është i vërtet, sepse sipas burimit ton siç e tha dhe Misi është shumë e sigurt, puna për edicionin e ri ka nisur. Dhe ne do jemi këtu për ta komentuar. Dhe vipave. Na ndiqni të premten tjetër, ndërkohë part premtes jemi të hënën dhe të mërkurën në orën 5:30 live në kanalin zyrtar të Andales në YouTube. Me telefonata, me të ftuar, ndodhit e fundit i komentojmë aty, okay? Kështu që bashkë do shihemi të hënën dhe gjithashtu të mërkurën dhe të premten siç e përmend. Na ndiqni, bëni subscribe më poshtë për mos humbur asnjë nga prodhimet e Andales. Shihemi sepse për çdo gjë themi what the fuck, bashim. Ándale.